15 minuta. Ju flet Tirana, dham lajmet, harruat thoshi këta. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o kreta se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikojnë se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipe, thoshit, u boku po e pas kam lashët e cin. Si rika mu këtu. O bo. Hajde pra lushe shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh revizë televizive, sepse lushnjat e din mirë se ku rrin atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipër. Dakorta? Ajo e anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, beo e deruar, oj, kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E dje bëja, se ka skadur 20 herë, dhe e blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në Tiranë. Aj diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta tërgoj dhe të ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Fjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen pra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televiziva, nuk e turp, po lushet hanë minë në kam, në sytë. S'ka zgja, është kafshëri, është batërti që vatër infekcioni. Ka në qdo murë, do qatër për të hyrë. Kujtë të regoni ju, po su vjetë, si shikoj një pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo të shmenduri. Po keni tjetër ti. Një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emri, Dhimi të qenimi që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA, spinale, që sot e ka pajisje, po për 2 vjetës nuk e vën funksion. Turp! Por keni pa njëzën ekologjikë, orë keni qenë njëherë ju atje si ven njëzë rrinë, orë keni pas të herë të smurju, po si ka mundësi se s'vas ministrët e ju gjithë rakordoni fonde për të qurja shtetit, pse nuk e bëni të kjo meksia jonë? Po turë për ta dializë, po pse do t'i ki lushjarë që konfirmon me zërin tatë këtu ti, që 52 lushjarë i ki një asë lushe për në marë shqipim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turë? Asi lek s'mari. Lem punën prindrit e tyre, lem punën njerëzit e tyre, djemë të vajzat, lem punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më t'keqe që apet atje fjerë ka vedhë 3 fermjerë. Turë të dializa, ati privatit. Haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që të bun aparaturat atje. Ti të rëkomu dializën. 52 lushjarë. Apa kujnë taksa këta janë njerës ta, pse më privatit vita bëjnë lushe, me që i pasi ka ishtë bukra të mjetër. Lushe ta bëjnë për 52 veda. Me 2 fermjerë lushjarë. Turp! Tregoni ju spitalet ne. Ne më rafdesi njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonatave. Tregoni lushin oksigjen, e bërë tani të shkurti. Po të dole pra një nalë që tash nuk ka asë një që fikë zjarën atje. E ti shkole nga mrabe bërë, po shtur pra. Po si ku të zonë del këtu i herë dhe këtu, nga tregoni visa televizivë, si ku të zoni? Ku që tregoni i lachet, lekë që për blerë vetë njërësit vetë? Analizët konfirmojë për 20 ditësh. 20 ditë, për një më janë 3 ditë. Me mikë, ku vete sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë në herë. Politikë, po ta them. Ka pasi humjet madhe, njerëzore, brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysë për para i merë urgjencë në shkollë që i bje të fikt. Urgjencë lushjes. I masi tensionin i bje në KG, thot ikë se s'ke gjë. Për një eko vdiq. Për një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe i 38 vjeç, do kështë shpëtur. E për kaq dishtë. Për kaq. Sepse kur mora uqërisë e shtatë më përgjishë Tirana, aje që të soti, o jam deputeti, kam i rast, 38 qa për vdes, durora të marrë lushe, dy telefon. Që s'kjo mëre?
Do të marrë Tiranën të marrë Lushe, Lushe marrë muat më gjeku jam. Në Lushe, që me dung fung i bie për 10 herë Lushe Zali Barbë për 3 minuta, me dung fungën e plerave. Ju të tregoni shëndetësit? Po ju keni që kafsh. Kur të merresh me jetën e njerëzve, mos pati do të kesh dimshuri të jesh ministër. Po nuk mundet më. Nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet të shmik që të mash një smur me kancer në spital. Du të shkruaj ty të them që nuk kam nevojë për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruaj. Për këtë. Po pra që shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra mas... Po ne s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ashensor, më orë të veshje pediatrin 4-4. Do të flasë unë, pse më do të flasë unë që të rregullojë të ashensorit paguajnë e lek Spitali Lushës? Pse më prindi do të bëjmë me radhë nga 2-4 në 4-4 pediatrit? Po keni qenë në pediatri, unë e kam qufë fëmijën tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj ilaçin, farmacin, natën, vetëm se nuk tregonin dot që s'kishte, se ishte djali i deputetit imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e marroj hallat e mia, unë dhe gjithë ju këtu i marroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njohën deputetit, çfarë do bëjnë njerëzit? Ama çfarë do bëjnë njerëzit po nuk njohën deputetit, çfarë do bëjnë? Se janë mes katë rrugëve. Vetëm i gjeku ku marrë spital, apo i ke vetëm për spital. Pse më duhet të jetë Spitali Lushës që na bëre kaq, po mati me gjithë ata spitale që janë ato shifra. Me ato shifrat e tuaja, a ka më shumë se shumë spitale të tjera janë? Pse nuk e kemi ne shansin të shumë me Spitali Ronald që ka qenë Lusha dikur? 12+1. Pyetë doktor Tritani, dhe nuk është e vërtetë që kontinet i ke parë në 90-s. Asnjë s'është e vërtetë. 2 kontinet që ndohen si pediatrin, si kirurgji, këtë që u pësot e ke 2007-s. Por i konstrukton në të rend, i ke lërë ato më të vjetët pa bërë. Kuj t'i tregoni më burë, pa hajde më burë ati, shikoni skaneri, ku bëtë sot skaneri. Hajde shikoj morgun, dhe jesin njerët aty mrapa, se është ka shëris ferë. Po keni parë ambulancët e Lushës? Ha më flisni, po hajde më shikojni, ambulancët e Lushës. Shërbimin, ku natë im kur vdiq, dhe 1 orë gjysë për të marrë i drejtori para aktiv, për të marrë gjenazen nga rruga. Ama se rritë drejtori, gjithë jeni të shpital, 1 orë gjysë, rritë gjenazen të shpisë nuk vitë ambulancë nga merte. Që ta qonë të në morë, ku natë im. Po tjerët, more. E ju të regoni me iksin? O do të bëni këtë vend, po të pati rëkoni falje, i thoni, o mikë, Lushe që ka patër di, po hajtë shikoj se s'është fa jotë, se nuk e ti që të lëndëjetër aty. Po të dregosh mua t'i ditë pishi latë. Se si puna sa u Gerta më nësë liu, pse për qa punojnë ne? A për qa punojnë o Gerta? Për qa punojnë e vici? Për qa punojnë Lirbekta? Për të vjedhur? Ja për këta punoni. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë se këtu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Te spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit i mësoj kush ka ju lek ilaçe që blen njerëz me Covidin? More kredi me ka 4-5 milion lek, po çfarë po flisni gjuna? Ju po tallën me këtë njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak këtu mrapa, dhe i pa shtylla si i kishte. Unë sot vetët e Spitalit i Lushës dhe të presë, dhe të kërkosh falet gjithë dhe atyre që janë shtrurë atje, të japësh fjalës që përveç godinës qendrore, të rishikosh statusin e Spitalit Lushës, të japësh lekët shtesë, shoferave të ambulancës s'kan guxim të flasin, më heqësh patologistët nga puna, po të qosh njerëz që bëjnë detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin
bën një vizit pa aparate. I ka fal Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falur nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti. Po, shteti pas ka falimentuar. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po mirë, pyetini njerëzit, po shkoni të spitali, bëjmë një sy sot njerëzit. Shkojmë në gjithë spitalet. E keni si ka qendra shëndetësore ambulant brenda shkollës. O i ke dhe komsh dhe qendra ambulantore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendra shëndetësore 2 me 2. Pse flisim më burë dhe? Kërkoni falje atyre heronjve atje, mjekve, infirmierëve dhe njerë. Pa tjetë më në presin ata, rrinë shikojnë kështu se mos bërtet, kur desë robi se mos bërtet deputeti për tjetë, jo më se kim me tane. Nuk i kim me tane, e diri që më shumë nuk punoj, e diri që aparati grafie, se theti këtu të bëj aparat grafie. E diri që aparati grafie kiti akoma me plak. Me plak do dali fotografi dale, pritë se duhet se të lahet. Edhe nuk duket, ashtë roba më kafsh. Po e pa një ata mjekët që janë tu atë të konstatoj broko plomërni ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale. Uaj nuk i keni pa po fjonet apo jo si janë. Po flesin janë se për të mirën e këtyre njerëzve më flasin. Se gjithë spitone kanë tërgullur dhe unë e kanë tërgullur. Po jo njerëzit më burë. Po pse më të të majtë deputetit që janë urgjenca 127-a? Po lere mërë 2 patronazhistë që i njovi lusha ata din, e kam heqe po jo dhe balë dhe syrit unë. Kë kam kusurit 7, sa e kam numre bregve. E di patronazhistë, po lere se të identifikojnë se ku është halli lushje. Që të vinë, ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e sollën ambulancë me gjithja prap donacion. Dhe ambulanca verë dhe lushjes, me motor digur i bët motor këtu, tur. Po edhe krevatet e urgjencës i sollën donacion kisha tur për ju. Që vini dhe inauguroni me kishës e xhamia çaj u falë. Tur të gjërët që ka varrit ky shtet. Keni një drejtar, po losë me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që kanë ngellë Shqipëri. Se tjetë kur kishte 2 fare të katë, iku. Iku mëse nuk rrihet me këtë vend, se ku të smoret kalaman, unë dim 10 veta që kanë ikë në Romë, te babini Gjezu. Për hap me emra bëtoni, edhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bënin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë. Dhe kjo është turë më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thuaj, do të bëjmë. Do të bëjmë në fund viti, po këtë jetë, do të bëjmë fund viti. Po që kemë venë atyre për në bërë, edhe më të regon të humorin parlamentar. Po t'ju bën humor me jetën. T'ju bën me humor me vdekjen. Edhe unë s'beka me humor parlamentar. Po ju keni kaq vite që talë bëthëm e shqiptar. Edhe unë nuk beka me humor. Po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit e shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj atë që shkel për ditë robin lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju e një gjithë atje, falin të vërreza. Edhe unë kam komandanti batalionit Dajnë në plakas atje. Për zvetë unë atje se është fest komuniste në majtë 50 vjetë. Dhe shishtë një që na fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pitë gjakun, mua e familjes time. Po si mërë mu të bëni ju këta? Po më burre të një zdashkemi në integrimin. Europë skeptik të tjetëri. Qështë e Europë skeptik? Nga Europë skeptik. Po në për atë fjallë e lipa të Europë skepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, u futën burgmër, bën vite. 39 vite dërnim vjerrim. E ti sa 39 vite dërnim apo jo? E s'ka marrë lekët akoma ti dërnimit. 39 vite, o mi ka lini dërnimën nuk se ime. Ka që për ka, që flisë ju tani. Po na fusin ju në Europë, si me na futin në Europë? Tu është për të futin në grop, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë. Ka qenë delegur dhe aty lushje dhe meriton respekt paktën për spitalin, paktën për atë tjera me radhë.